Këshilli Shqiptar i Medias zhvilloi një takim në Shkodër mbi temën e promovimit të etikës dhe vetërregullimit në mediat lokale dhe tek sfidat e dezinformimit. Në këtë takim u diskutua mbi përvojat, sfidat dhe nevojat e gazetarëve dhe aktorëve lokal në Shkodër sa i përket etikës profesionale, vetërregullimit dhe luftës kundër dezinformimit në media. Sfida më kryesore tani është çështja që vetërregullimi duhet bëhet gjithmonë më tepër masiv, pra domethënë mediat duhet kuptojnë rëndësinë që sa më shumë të mos ja lënë dorë qeverisë t'ua rregullojë, po themi, shprehjet e tyre, por duhet ta rregullojnë vetë. Sigurisht gazetar ka plot nga ata që nuk i respektojnë gjitha rregullat e etikës, bëjnë her pas here defekte, gabime që mund të rëndojnë, mund të cënojnë reputacionin e individut të caktuar. Por gjithmonë kjo është një arsye, një justifikim shumë i mirë i qeverive dhe qeverisë tonë, po dhe në botë ndodh një proces që të ndërhyjnë për të kufizuar lirë e shprehjes. Mbani mend se si ndodhi me paketën antishpifje. Ky është qëllimi. Megjithatë, bota ka zgjidhur gjithmonë duke tentuar, duke thënë që e lë qeverinë jashtë dhe thotë e rregullojmë vetë me veten. Dhe kjo sot është edhe një nga gjërat që diskutohet në procesin e negociatave. Është një nga aspektet për çështjet të lirisë shprehjes që Bashkimi Evropian synon të t'i thotë mediave shqiptare organizohuni dhe vetë rregullohuni se kjo është forma më e mirë. Ajo që synohet është që vetërregullimi i medias, përveç se në Tiranë ku ka një fokus të rëndësishëm, të zgjerohet edhe në qytete të tjera të mëdha si Shkodra. Kemi përpjekjet mira në Tiranë, por ne duam ta shtrim edhe në qytete të tjera dhe sidomos në qytetet me Shkodra, që është një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, edhe Vlora është një nga targetet që kemi fokusuar ne në këto dy aktivitetet e fundit dhe mendojmë që ta zgjerojmë pak pra gjeografinë e vetërregullimit dhe të japim po themi ato çfarë ne dimë, çfarë kemi nga eksperjenca që kemi nga Tirana. Mediat online mbetën problemi më i madh sa i përket etikës dhe dezinformimit. Mediat online janë pak më problematike, qoftë edhe për arsye sepse janë të orientuara drejt marrjes së klikimeve të shpejta dhe ulin cilësinë, bëjnë lajme her pas here më shumë sensacionale se ç'duhet, po sepse kjo është fund i fundit nevoja e tyre të marrin shikueshmëri, por ato kanë përgjegjësi jo vetëm thjesht për përmbajtjen e lajmeve të tyre, por edhe për komentet që bëjnë individë të ndryshëm. Qofshin këto kur janë komente direkt në faqe, qofshin edhe kur janë komente në rrjetet sociale. Pra mediat online kanë detyrimin të moderojnë komentet, gjë që për shembull nuk është problemi i mediave audiovizive. Pas këtyre takimeve të zhvilluara me mediat në disa qytete të Shqipërisë, Bashkimi Evropian përmes projekteve të ndryshme do të mbështesë disa prej tyre në fuqizimin dhe zhvillimin e mëtejshëm, kjo me ndërmjetësimin dhe të Këshillit Shqiptar të Medias.